Seancat e organizuara për dhurimin vullnetar të gjakut janë rritur ndjeshëm në Shkodër. Këto nisma synojnë ndërgjegjësimin e qytetarëve për të kthyer në dhurues të rregullt dhe jo thjesht sporadik. Në të gjithë botën, po flas për vendet e zhvilluara si Amerika, dhurimi që dominon është dhurimi vullnetar dhe tendenca është që dhuruesit të bëhen dhurues të rregullt. Koordinatorja Kryqit të Kuq, Vera Gjinaj, sqaron se ndryshe nga dhuruesit e rastishëm, dhuruesit e rregullt kalojnë nëpër testime të vazhdueshme miksore, gjë që garanton sigurinë më të lartë si për pacientët, ashtu edhe për vetë shëndetin e dhuruesit. Është më e sigurt sepse sa herë dhuron një person, ai testohet. Dhe në këtë testim bëjnë pjesë testime për smundjet infektive, që është një problematik në popullat, ka njerëz që mund të jenë të infektuar dhe nuk i dinë. Dhe këta infeksione janë HIV/AIDS, hepatit B, hepatit C, sifilis, dhe normalisht nëse je një dhurues i rregullt, ti ke mundësi të testosh disa herë. Pa llogaritur që dhurimet vullnetare, individi përzgjedh vetë kohën se kur do ti bëj dhurimet. Gjen një moment që është i qetë, kur ai ka më shumë hapësirë kohore. Me një moto të qartë në mbështetje të personave në nevojë, vullnetarët shkodran po kthehen në një shtyllë kryesore për sigurimin e rezervave të gjakut në spitale. Dhe mbi gjitha dhuruesit vullnetar janë persona që nisen nga motoja e mirë për të bërë mirë dhe në përgjithësi bëjnë një vetë seleksionim dhe ofrojnë pjesa më shëndetshme e popullatës.